Tani
Ishte 24 dhjetori vitit 1914 dhe lufta e parë botërore kishte vetëm pak muaj që kishte filluar. Ishte pranë Krishtlindje dhe dy forca kundërshtare me njëra tjetrën, ushtria gjermane dhe ajo angleze ndodheshin vetëm pak kilometra larg njëra tjetrës. Dhe ndodhi një gjë që rrallë ndodh një histori. Në anën e ushtrisë gjermane filluan të dëgjoheshin disa zëra që u bashkuan në një kor krejt të natyrshëm, duke kënduar një këngë, të cilën anglezët e njohën menjëherë, nuk kuptuan fjalët për njohën melodinë, që ishte natë e qetë, natë e shenjtë. Këtij kori u bashkuan zërat e ushtarëve anglezë, dhe së bashku kënduan dhe himne të tjera për gjatë asaj mbrëmjeje. Kjo mbrëmje vazhdoi me ushtarët e dy palëve, që u bashkuan atë tokën asianse mes dy transheve, duke uruar Krishtlindjen njëri tjetrit, duke këmbyer dhurata që në kontekstin e luftës ishin një cigare, pak uiski, pak ushqim, madje shkëlluan dhe një ndeshje futbolli. Krishtlindja atë ditë solli paqe për një çast, për një natë, me rastin e Krishtlindjes, ku dy ushtri kundërshtare në një nga luftrat më të ashpra të njerëzimit guxoi të afrohen dhe të uronte njëri tjetrin. I njëjti Zot që ndërhyri në atë çast në histori, mund të sjellë shpresë në betejën tënde personale. Mirë se keni ardhur në takimin e kishës nxënësit e Jezusit. Ne duam të urojmë në mënyrë të veçantë të gjithë ata që sot janë për herë të parë. Nëse sot je për herë të parë, mund të ngresh dorën të lutem, sepse ne duam të të përshëndesim dhe kemi dhe një dhuratë për ju.
që sot në për të parë, kemi një tavolinë në fund, tek cepi në fund atje, një tavolinë informacioni, nëse ju keni nevojë për një informacion ose për një libër, atje është vendi ku mund të shkoni edhe të pyesni më shumë. Një lajmërim i shkurtër është në lidhje me këto ftesa që keni marrë në dorë kur keni hyrë në sallë. Ne do të festojmë Krishtlindjen në datën 24 dhjetor në të njëjtën sallë dhe jemi të inkurajuar që të ftojmë miq tanë, të afërmi, që në fund të takimit mund të kërkojmë për më shumë ftesa aty në fund të sallës. Tani është koha që ndërsa fëmijët bëhen gati për te koha e tyre, ne të rriturit i urojmë njëri tjetrit mirëseardhje edhe paqen e Zotit. Në fakt, tani nuk është më një gjë e re që ka një pej këtu, një ktej, një të lokalit si në kafe, apo një restorant mund të shkojnë për një drek apo për një darkë, apo ke shtëpia jonë, apo ke një shtëpi të afërt me tanë që shkojnë për vizitë. Dhe ajo që na do përshtypi më fakt është që dopi që në fund të vitit bëhen në krishterë në ata që s'besojnë fare. Sa mirë do ishte që besimi të vajë në vendosja një pene apo një sigurimi. Në fakt, nësa shikojmë nëse qartë sot në këtë muaj feste,
që në fakt ka të bëjë edhe me Krishtlindjen, por edhe me dëshirën e njerëzve për të gëzuar. Keni vënë re që ndonjëherë njerëzit duan gjendë se veprat e të gëzojnë? Është një nevojë e brendshme për gëzim. Më pëlqen në fakt që gjatë kësaj periudhe kohe, vërtet të gjithë vrapojnë të shikon nëse shkon ke tegu, apo ke qëtëruja, apo se ke parku, prindër me fëmijë për dore, shkon të blenë dhuratën, e durojnë atë me sa më shumë ngjyra, ajo letra, emballazhin. Edhe ideja është që njerëzit kanë nevojë për gëzim. Kjo kohë Krishtlindje në fakt, për ata që e njohin vërtet, është një periudhë ku në fakt nuk ka vetëm gëzim, ka edhe shpresë. Edhe sot do të flasim për shpresën. Më bën përshtypje në fakt sot e kësaj dite që ndërsa ne shikojmë në këtë muaj dhjetor, gjejmë me shumicë gobagjyshin nëpër reklama, çon Coca-Cola, merr Coca-Cola, apo çokoladë, apo dhurata, apo oferta të ndryshme nga biznese. Edhe shikojmë drerin, edhe gobagjyshin më shumë sa shohim Krishtin. Shohim dhuratat e pemës më shumë sa shohim Krishtin. Dhe në fakt ky është trendi i botës sot. Madje shikoj për shembull në këtë pjesën e reklamave të shkruara, tashti nuk ka më Christmas, por ka nisur fjalën Christ, ka nisur fjalën Krisht, e ka vendosur një X. Duke shkruar ne festojmë të panjohur. Është trend, në fakt nuk është bërë me një qëllim, po si dashur pa dashur, një gjë sot të vitin një vitin tjetër, nga kjo gëzim edhe shpresë e fund vitit që është koha e Krishtlindjes, iqet Krishti vendoset gobagjyshi, vendoset dreri, vendoset tema, vendoset dhurata. Edhe nga vetë fjala Krishtlindje iqet vetë fjala rënja e fjalës Krisht, e vendoset një X, një e panjohur. Ne sot në fakt besoj që kisha sot ka mundësinë që së bashku me gëzimin e kësaj feste të ketë shpresë, sepse gëzimi është i lidhur me një shpresë, me diçka që është e rëndësishme për ne. Nuk ka të bëjë vetëm me ahenjë, nuk ka të bëjë vetëm me të qeshur, nuk ka të bëjë vetëm me gëzim, nuk ka të bëjë vetëm me faktin që mora një dhuratë, por bëhet fjalë për një shpresë, për diçka që është më e madhe. Çfarë është shpresa? Vura re në fjalor dhe thotë shpresa është një qëndrim në pritje me besim. Shpresa është siguria që kemi se do të plotësohet një dëshirë, një qëllim, një synim. Nëse shikojmë jetën e njeriu, që në fëmijërinë e ershme, i ushet nga prindi vet, kjo pjesë e shpresës që duhet të edukohesh sepse kjo të jep shpresë për nesër. Duhet të veç edukimit do të gjesh një punë të mirë sepse kjo është një shpresë e mirë për ty. Do të gjesh një bashkëshort se bashkëshortë të mirë dhe në këtë mënyrë ti do të kesh një shpresë më të mirë për nesër. Po ashtu me miq që na jetojnë, po ashtu pjesa e buxhetit edhe një llogarie bankare shikohet si një shpresë e mirë, ndonjëherë edhe vetë fati. Nuk e di, kam shpresë na ecën barë. Dhe po të shikosh me kujdes se kjo është mënyra se si bota e ndërton shpresën e saj. Në të vërtetë, çfarë ndodh me shpresën? Një shpresë e tillë që është ndërtuar mbi gjërat e dukshme dhe të prekshme nuk është një shpresë. Ajo është, do ta krahasoja sikur se vetë Krishti ka thënë si një park pa sperancë. Në një moment, në një kohë të qetë, në ujëra të qeta, ti ndjesh me shpresë, me optimizëm për nesër. Por nëse ndodh diçka, një shqetësim apo një problem apo le të themi tragjedi, do të thënë, një tragjedi në jetën tonë, duke që këto ujëra të qeta e kthen atë shpresën tonë falso në një katastrofë. Edhe duke që çdo që ka marrë fund, edhe duke që nuk ka më rezedill, vetëm rreth e errta mbi kokat tona. Kjo në fakt është një shpresë që bota përjeton. Po çfarë ndodh me ata të cilët e dinë pse kanë shpresë për nesër? Për ata të cilët kanë njohur dikë, një shpresë nuk lidhet me rrethana, por lidhet me një person. Për shkak se njerëzit janë të etur, të kapur, të gjejnë fakte, të gjejnë motiv për të shpresuar për nesër, dhe shumë herë nuk e gjejnë dot këtë gjë, sepse situatat e tyre lidhen gjithmonë me gjërat që atyre u duken që janë të prekshme. Për shembull, një njeri do të ndjejë sikur për të ardhmen nëse ka 20 milionë lekë në bank, apo nëse ka 50 milionë. Dikush tjetër do të ndjejë sikur se këto kanë 2 shtëpia, edhe kanë vendosur një shtëpi me takia në bankë, dhe nëse më marrin pak kanë shtëpi tjetër.
Dikush tjetër do thotë që ok, tani unë martova dhe e sigurova jetën time. Nuk ketë një arsye nga më të ndryshme. Dhe shumë herë njeriu mundohet të kapet mbas sa fakteve për ta bërë veten e tij për patur më shumë arsye për patur shpresë për nesër. Në fakt, kur shpresa mungon në jetën e njeriu ka disa gjëra ndodhin në jetën e njeriu. Ndodh ajo që mbi njeriu mbizotëron një pasiguri, dëshpëri, trishtim, pesimizëm, ankth, masin më shpesh tensionin dhe po ashtu mendojnë që jeta nesër nuk bëhet edhe më e vështirë. Në fakt, në fjalën e Perëndis, vetë fjala e Zotit e shpreh këtë fenomen. Edhe thotë që në Romakët kapitulli 8 vargu 24, shpresa që duket nuk është shpresë. Këto gjëra që bota kërkon për të mbas të cilave të kapet, për të dhënë vetes tij motiv për të patur shpresë. Kjo nuk është shpresë e vërtetë. Një shpresë e cila kërkon të kapet mbas gjërave që ne i shohim. Në fakt, tek Timoteu kapitulli 6 vargu 17 thotë, mos e mbani shpresën tuaj në pasuri, të cilat janë të pasigurta, por në perëndim e gjallë, i cili na jep gjithnjë bujarisht. Duke që fjala e Zotit në këtë moment e sjell fokusin e njeriu në lidhje me motivin e vërtetë pse shpresa duhet të ekzistojë. Në qoftë se deri në fillim në botë ne shikojmë që njerëzit lidhen mbas gjërave që prekin dhe kanë. Fjala e Zotit thotë jo. Shpresa juaj do të jetë një person. Shpresa juaj lidhet me dikë, me një individ. Jo me gjëra që ti mund të kesh, por edhe një individ, vetë një person. Edhe ky është perëndia. Në perëndim e gjallë, dhe kur ai thotë në perëndim e gjallë, Timoteu, ai është duke thënë në perëndim të cilën ti mund të komunikosh, perëndim të cilin ti mund të flasësh, ku ti mund ta fillosh shqetësimin tënd duke hedhur barën tënde në jetën e tij. Mbi vetë atë, sepse ai kujdeset. Dhe madje duke e ditur qartë që në lutjet e tua ti mund të marrësh një përgjigje, sepse ai është i afërt, jo vetëm të dëgjojë, por të veprojë. Tek Jeremia në kapitullin e 29, vargu 11, dhe në vazhdim thotë, sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, thotë Zoti. A janë mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'u dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni, edhe unë do t'ju kënaq, thotë Zoti. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me të gjithë zemrën tuaj. Vetë zemra e Zotit thur plane të cilat sillin shpresë. Sepse thotë, planet e mendimet që kam për ju janë të saardhmes, vetëm një shpresë. Në fakt, shpresa jonë në këtë lloj mënyre e ka themelin e saj, jo dhe gjëra që kemi, po aty të cilët i përkas. Jo më me gjërat materiale, por me një person. Dhe ky është Krishti. Kjo është arsyeja pse ka shpresë në Krishtinë, sepse është vetëm një person, jo të dhuratë që marrë, jo të alegria që krijohet. Kur ne takojmë Krishtin, në fakt, një njeri takon Krishtin, ndodh kjo që ne e njohim atë, fillojmë të kemi një marrëdhënie me të. Dhe në këtë marrëdhënie neve zbulojmë çdo ditë që ai është i mirë, që ai është besim, që ai është i shenjtë, që ai është i dashur, dhe gjithashtu që ai është personi i cili shkoi në kryq duke mbajtur çdo mëkat tonin sa do i rënd të jetë ai. Dhe ka premtuar që do të jetë me ne deri sa bota të mbarojë. Kjo është arsyeja pse shpresa vërtet duhet të ekzistojë. Në
Në marrëdhënien që ne kemi me Zotin, ne fillojmë ta njohim. Dhe kur e njohim atë, ne kuptojmë se ai jetë besnikër. Dhe sa më shumë e njohim, automatikisht jeta jonë ndryshon se që ka më shumë shpresë. Shpresa në fakt është e gjatë. Shpresa është dinamike, ka dinamizëm në të. Nuk është shpresa pasive. Për shumë pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tonë dhe ne bëhemi prek të emocionit, ose se ngjarje në jetën tonë. Nuk ndodh kështu. Shpresa është e aftë të reagojë. Unë kemi shpresë në Perëndi, ne kemi tek ai, jo ke situata që shkojnë mbarë në jetën tonë. Edhe nëse këto situata që shkojnë mbarë ndodh diçka e cila e turbullon jetën tonë, shpresa jonë, duke qenë se është tek ai, dhe ai është i aftë, të kujdeset, të përgjigjet, dhe të qëndron në kontroll, pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tonë, atëherë shpresa jonë është ajo që nuk ndryshon gjithashtu. Jo për shkak se ne jemi tatë, por për shkak se atij që kemi besuar, ai është i pandryshueshëm. Prandaj shpresa nuk lidhet me gjërat që ndodhin në jetën tonë. Ajo lidhet me personin te cili ne besojmë. Ne mund ta jetojmë shpresën, edhe është shumë e rëndësishme për mënyrën për jetën tonë si shpektar. Në momentin që kemi njohur Krishtin, deri ditën që do të shkojmë tek ai, është një periudhë shpejtimi. Është një periudhë shpejtimi e cila ka të bëjë me atë që neve jetojmë çdo ditë në Perëndim. Dhe është shumë e rëndësishme. Për çdo hap që neve hedhim, na jep motiv, na jep forcë, na jep shpresë. Shpresa vetë jep shpresë, ajo vetë e ripërtërin veten e saj nësa gjendet tek jeta jonë. Secili nga ne mund të ketë sprova nga më të ndryshme. Por në qoftë se shpresa mundon, ajo që mund të po mendoja, në qoftë se shpresa mundon jetën time. Nuk kam pse mbaj kryqin, nuk kam pse ecë në derës së Bushit. Nuk kam pse sakrifikohet, nuk kam pse lutem, nuk kam pse të bëj ndryshe nga bota. Nëse unë shpresoj që i përkas atij, ai është në mua, ai ndryshon. Nëse nuk duhet të bëj zgjidhje ndryshe nga bota, nëse nuk kam shpresë se Perëndia është me mua dhe më ndihmon, atëherë pse duhet të bëj ndryshe nga bota? Do të bëj si bota, sepse ndoshta ashtu të marr domun si bota zgjidhjet. Por jo, ne qëndrojmë. Dhe ne shkojmë tek Perëndia i cili është ai që u ken shpresën tonë, do u përgjigjë. Dhe ndihma jo nuk vjen më siç bota e gjen ndihmën, por vjen ashtu siç Perëndia na duke kërkuar, duke si marrëdhënie. Dhe ndonjëherë në Perëndim bashkë me shpresën ka pritje. Edhe në këtë pritje, Perëndia e ka lidhur besimin tonë. Janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Edhe në këtë mënyrë Perëndia bën më të fortë, një shpresë e cila nuk testohet, është shumë e rrezikshme, mund të rrezohet shumë shpejt. Dhe në jetën tonë ndonjëherë edhe na është dashur të shpresojmë për një kohë shumë të gjatë për një gjë që është jetike dhe e rëndësishme për ne. Dhe ndonjëherë ne mendojmë po kur Zoti për mua. Sepse unë kam nevojë sot. Dhe Perëndia nuk e jep sot këtë ndihmë që tjetër të rrugë, e jep nesër. Perëndia kërkon një moment ndryshe nga ti çfarë ti pret. Dhe në këtë mënyrë ndonjëherë ne shikojmë se ne posim komentari të më të fortë. Në qoftë se ne zgjedhim të komunikim ato. Më kujtohet në Ungjillin e Lukës ishte një njeri i cili quhej Simeon. Simeon ishte një burr i moshuar. Ai shërbente në tempullin e Zotit çdo ditë. Edhe Simeoni ishte premtuar nga Perëndia që ai nuk do të vdiste pa parë Mesia. Ishte koha e ardhmës së parë të Jezusit në tokë. Dhe Simoni çdo ditë shkonte në tempull, shërbente Perëndisë dhe shpresonte që do të shikonte një ditë Krishtin. Dua të lexoj pasazhin. Dhe në Jerusalem ishte një njeri që quhej Simon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste mbushëllimin e Izraelit. Dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë rinore, atij që e zbuluar nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Ai pra i shpërur nga fryma, erdhi në tempull dhe si prindi i vonë pranë fëmijën e Jezus për të bërë me të ato që të shkruaj në ligj. Ai mori në krah
e bekoj Perëndimin duke thënë: Tani o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdes në paqe sipas fjalës sate, sepse sytë e mi e banë shpëtimin tënd, që ti përgatitesh përpara të gjithë popujve, dritën për të ndërquar kombet dhe lavdim e popullit tënd Izraelit. Simoni shkon çdo ditë në templull, bëhej gati, dhe ndërsa dilte nga shtëpia, ai me siguri ka thënë: ndoshta sot do ta shoh Mesin. Jam shumë i plakur, por ndoshta sot ta shoh Mesin. Zoti ka thënë para se të vdes, dhe unë e di që janë në ditërinë, jam shumë plak. Ndoshta sot ta shoh Mesin. Dhe nësa ai shkonte në tempull çdo ditë, lavdëronte Zotin, lutej, shërbente, dishte të gjitha rritet sipas urdhëve të Mojsiut. Dhe sa i bënte të gjitha këto gjëra, ai vepronte me shpresë që të shikonte Mesian. Ndoshta ai duke pritur të shikonte një burr shtatë gjë, një burr të burruar. Nuk e di si ai kishte menduar në jetën e tij. Ndoshta kishte menduar një luftëtar, ndoshta kishte menduar nga një gjak mbretëror kështu me këto kurora, me këto veshjet e tyre të veçanta, nuk e di si. Por në fund fare Perëndia i jep menduar në foshë. I jep i bërë. Ndoshta nuk e di nëse ai ka mësuar një farë zhvillimi në atë moment. Por në fakt, edhe pse mbante një foshë, ai arriti të shikonte mrekullinë e Zotit. Unë mrekullia e Zotit në jetën tonë më duket jo shumë e madhe. Ne besojmë se një gjë që nuk është shumë e madhe. Pse kjo është mrekullia, ka që vogël mrekullia e Zotit. Edhe ne nuk e dimë si, por Perëndisi pëlqen të bëjë gjërat në mënyrën e tij. Kjo është mënyra si ai dëshiron të veprojë dhe ai është sovran dhe ai përsëri mënyra si e bën është mrekulli. Mënyra si ai vepron. Në fakt, Perëndia në këtë mënyrë, përmes premtimeve të tij, e ushqen shpresën në jetën tonë. Çdo premtim i fjalës së Zotit, që është shkruar në libër, është një ushqim për ne, që e forcon shpresën dhe bën që këto shpresë të rritet, se të njohim ato dhe premtimet e tij, ne shpresojmë. Prandaj është shumë e nevojshme, nëse keni dëgjuar shumë nga kjo platformë tu ose në ato grupet tuaja që shkoni gjatë javës, që koha me Zotin, lexojmë fjalën e Zotit, lutemi, ka të bëjë pikërisht me këtë gjë, sepse në shkrimin e shenjtë janë të shkruara të gjitha premtimet e zemrës së Zotit për ne, bijtë e tij, dhe kur ne i dim ato, ne njohim zemrën e tij, dhe aty të sa i mirë është, dhe sa të mrekullueshme janë planet e tij. Dhe ne e dim që duke qenë besnik, Perëndia ai nuk mund të hiq dorën nga ne. Prandaj ne e kuptojmë shumë mirë që pavarësisht se çfarë dallësh ka në këtë momentin time, ai është me mua përsëri. Por bota nuk e ka këtë gjë sepse nuk e di, nuk e lexon, nuk e gjen, nuk e ato kush. Kush predikoi, ta dëgjonte. Por ne që jemi këtu dhe sa kemi fjalën e Perëndisë, në këtë mënyrë Perëndia forcon shpresën tonë. E gjejmë këtu në premtimet e tij. Dhe ai është i aftë që të mbajë çdo premtim që na ka bërë. Dhe Efesianët, kapitulli i parë, vargu 18 thuhet të dini se cila është shpresa e thirrjes. Shpresa e thirrjes së Zotit. Në fakt kur Perëndia na thret, nuk na thret për të bërë dy grupazhe, bota edhe populli i tij. Por Perëndia i thret bijtë e tij me një vizion shumë të lartë. Është thirrja e popullit. Mbreti drejt popullit. Bariu drejt e tij. Edhe ndërsa neve kemi të marrëdhënie me Zotin, ne arrim të kuptojmë se cila është shpresa në këtë thirrje, e cila na ushqen dhe na forcon. Ne vetëm të kemi sfida më të ndryshme. Mund të kemi sfida në shëndetin, me ekonominë familjare, marrëdhëniet në brenda familjes, apo ndoshta do të jemi çfarë të doni problemi që ju keni në jetën tuaj, por në të gjitha këto, por ne njohim se kush është kasi, se kush është me ne, shpresa nuk mund të vdesë. Nuk mund të vdesë. Është fatale në fakt si është fryma e botës me frymën e bijve të Perëndisë. Bota thotë kanë dëgjuar këto votë të punës,
shpresa vdesë e fundit, por vdesë më. Në fakt, në Zotin, nëse shpresa jonë është tek Zoti i gjallë i përjetshëm, shpresa nuk vdes kurrë. Pra e shkon se ai jeton. Si ishte kënga, sepse ai jeton, ka fuqi për jetën. Dua të përmend disa vargje të tjera tek Pjetri, kapitulli letra e parë e Pjetrit. Kapitulli i parë vargu 21 thotë: besimi juaj dhe shpresat jenë në Perëndim. Hebrejë 6:18, duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. Kolosianët 1:23, dhe të mos luani nga shpresa e Ungjillit. Hebrejë 10:23, le të mbajnë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që na premtoi. Romakët 5:5, shpresa nuk turpëron. Edhe nëse apo shikoja këto tash, më duket se ka një radhë brenda këtyre vargjeve. Një radhë mesazhi. E para është besimi juaj të jetë në Perëndim, ka të bëjë me këtë person, ka hedhur besimin tek Perëndia, shpresën tonë. Dhe ndërsa kemi këtë shpresë të kapemi fort, thotë Hebrejt, duke u kapur fort tek shpresa. Në Kolosianët pasi jemi kapur fort të mos luani më, aty qëndroni. Tek Hebrejt përsëri thotë, le të mbajmë të patundur rrëfimin, pra këtë shpresë që ne vendosëm te ai, kapemi fort dhe nuk duhet të luajmë, madje ai duhet ta dëshmojmë, sepse nuk ka se si të ndodhë ndryshe, nëse është kaq e rëndësishme. Dhe gjithashtu, në fund fare të romanit thotë, kjo shpresë nuk turpëron. Qëndron, vendose në Zotin, kapu fort, mos ik për ande, dëshmoje, dhe kjo nuk ka për të turpëruar. Është shkruar në fakt të Zotit. Tani, në kohën e Simeonit edhe pamë lidhje me ardhin e parë të Krishtit. Ardhin e parë të Jezusit në tokë. Jezusi ka thënë që do të vi prapë në tokë. Sa vetë besojnë që Jezusi do të vi prapë në tokë. Ata që kanë frikë në lidhje me këtë gjë, se ka vënë në kohët e fundit, ju them nuk kaq, vetëm kaq do flasim sot, që ai do vi prapë në tokë. Do të kemi epizod. Mirë? Në Gjoni kapitulli 14, fillon me thotë kështu: zemra juaj mos të tronditet. Besoni në Perëndim dhe besoni edhe në mua, thotë Jezusi. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, përndryshe do të thoja. Unë po shkoj të përgatis një vend, edhe kur të shkoj të përgatis vendin, do të kthehem e do t'ju marr pranë meje, që aty ku të jem unë, të jeni edhe ju. Ju nuk e dini në fakt, më kujtohet, kjo që më kujtohet atë pjesën ku Pali thotë, shiko, dëshira ime, thotë, që ta lë këtë çadër, e të shtoj larg, por kur e di sa shumë nevojë keni ju për mua, veçanse ai ishte roli në apostullit, prandaj thotë, e di se do të jem akoma këtu me ju që t'u ndihmoj në besimin tuaj, na të parë qesimin. Por dëshira ime vërtet është të shkoj atje. Edhe në këtë gjë unë shikoj sa që kishte një periudhë për Krishtin që edhe në tokë shpëtimin, por ka një periudhë tjetër për besim drejt, duke marrë nusën e tij, është e shkruar. Edhe unë kam dëshirë të flasim për shpresën e Zotit vetëm në lidhje me prova. Jemi keq, do na ndihmojë. Do lutemi, do na përgjigje. Ai janë të vërtetat e gjitha. Por në fakt unë besoj që një njeri që thotë se është biri i Perëndis, dhe e di shumë mirë që Krishti u ngjit në qiell, dhe angjëjt kanë që ashtu siç është ngjitur në qiell do të zvresë përsëri në tokë, ashtu siç juve e papi ka tek veprat e apostulëve, dhe tani ai thot përsëri me gojën e tij që unë po shkoj të përgatis një vend, që aty ku jem unë, ku jam unë, të vini dhe ju të jetoni me mua. Unë kuptoj qartë që ky Jezus, kur erdhi në fillim si foshnjë, do të vijë për të hyrë si një dhëndër. Simoni e mbati në duar, si një foshnjë, ai do të na mbajë në duar, si dhëndër lusën e tij është e shkruar në fjalën e Zotit. Edhe për mua kjo është shpresë më e madhe se sa shpresa e një sprove, kam duke s'ka duke se diçka tjetër për vërtetë. Sepse prandaj Pali e gjithë të tjerë kur ishin në burg, këndonin ndërsa ishin në vargon. Sepse shpresa atyre nuk ishte lidhur me vetëm një situatë momentale, ishte lidhur me shpresën e jetës, me diçka më të madhe. Dhe kjo është arsyeja që kjo shpresë ishte aq e madhe në jetën e tyre, prandaj dëshmia e tyre u bë aq e madhe sa jona atyre deri tek ne sot. Edhe unë besoj shumë që shpresa jonë është në lidhje
me Krishtin mbret dhe Zot që ka për të ardhur për herë të dytë në tokë, për të marrë nusën e tij. Kjo është shpresë më e madhe se sa çdo lloj problemi tjetër në tokë, edhe zgjidhjet e këtyre problemeve. Ndryshe, thot Pali, nëse ne besojmë për Krishtin, te Krishti, vetëm në këtë jetë ne jemi më të mirë të kësaj bote. Nëse besojmë në Krishtin dhe shpresojmë tek ai vetëm në këtë jetë, jemi më të mirë se sa bota jashtë. Për këtë arsye, ne besojmë se shpresa jonë do të vi përsëri për ne. Krishti. Perëndia ka zgjedhur Simonët e tij. Njerëz që e presin çdo ditë, njerëz që e duan, njerëz që e dëshmojnë, njerëz që e flasin, njerëz që kanë për problemet e ditës, njerëz që kanë për mirëhallet personazhe, njerëz që mendojnë më shumë për të lavdëruar emrin e Zotit përmes jetës së tyre, se sa të mendojnë që Zoti do të merret me patjetër vetëm në jetën tonë. Duhet të merret në jetën tonë, është e vërtetë, Perëndia merret në jetën tonë, ai na ka premtuar këtë. Por nuk është vetëm kaq. Sepse Perëndia na ka thirrur një herë të ushqemi me qumësht. Është momenti në jetën tonë që ne rritemi me qumështin e Zotit, forcohemi. Por vjen një moment tjetër ku Perëndia thotë, "Ikën koha e qumshit." Sepse unë dëshiroj që bitë e mi do të rriten për te çdo lloj dimensioni dhe do të bëhen, do të rriten, do të ecin të fortë në besim, për të qenë dëshmi në këtë vend. Dhe në këtë mënyrë Perëndia bën që ne shpresojmë tek ai, dhe shpresa jonë bëhet më e madhe se sa dimensionet e jetës tonë personale, dhe në këtë mënyrë ne mund të bëhemi dishetë, dhe mund të bëhemi dëshmues në këtë vend, që të japim njerëzve shpresë. Dhe njerëzit nuk do të gjejnë vetëm se si Perëndia na shpresë për hallet tona, por edhe se si Krishti është shpresë për ta, duke filluar që nga mëkatet e tyre, pranimin dhe shpëtimin që ata kanë nevojë në Zotin Jezus. Unë në fakt kam shpresë se do të shijoj mirësinë e Zotit për aq kohë sa do të jetë në tokë. Dhe Perëndia do të jetë me mua në çfarë do të situatë. Unë kam shpresë se Jezusi do të kthehet për të dytë për mua, për ne në tokë. Unë kam shpresë se ai do të vijë na marrë, që ne jemi me të aty ku ai është. Unë kam shpresë se një ditë do ta shoh me sytë e mi, do ta prek me sytë e mi. Unë kam shpresë se do të qëndroj përpara frontit të tij. Dhe kjo është shpresë që unë kam. Venit, çfarë do lloj gjëje tjetër që është personale. Shpresë ka të bëjë me atë që ai është, atë që ai ka përgjuar, dhe me atë që është të përjetshme. Jo vetëm në çfarë toksore, me atë që është të përjetshme. Jo në fakt se sprovat janë të lehta në jetën tonë. Nuk ka të bëjë me këtë gjë. Shumë nga ne jetojmë shumë nëse sa sprova në jetën tonë. Sprova që në ndonjëherë themi si do ta mbarojmë ndonjëherë ose jo. Por shpresa e Perëndisë është më e madhe se të gjitha këto gjëra bashkë. Se të gjitha shqetësimet që ne kemi. Dhe unë mendoj se ne do të kemi një jetë shumë të vogël nëse shpresën ta lidhni vetëm me gjërat e universitarit. Te Korintas i thotë kështu: 3 gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Dhe të mbajmë fort në shpresën, duke besuar çdo premtim dhe të ecim në dashuri. Zoti i dashur, unë dua të të falenderoj Zot që ti je i mirë në jetën tonë dhe ti je besim. Unë lutem Perëndi që ti do të qëndrosh në jetën tonë, në zemrën tonë, në atë mënyrë si ti të pëlqen Zot. Edhe ne kërkojmë Zot që ti do të ushqesh shpresën tonë përmes premtimeve të tua, ashtu siç ti do shkruar në fjalën tënde. Qëndro me ne, edhe bëna të shohim nga bimë tënde çdo ditë. Edhe ndërsa festojmë Zot Krishtlindjen, na mëson të festojmë Krishtin, edhe jo feste. Në emrin e Krishtit. Amen. Kisha e hershme, gjersa mblidheshin së bashku, ti më pyesësh për çfarë bënin ata së bashku.
ishin 7 element që unë kam shumë dëshirë t'i përmend sot. Kështu që mbani veshin se çfarë bënte kisha e hershme në dhjatën e re. Ata luteshin bashkë, lexonin shkrimin, predikonin, jepnin të dhjetën dhe ofrimin, paksoheshin ata cilët besonin në Krishtin, paksoheshin, merrnin darkën e Zotit dhe rrëfenin mëkatet e tyre. Një nga këto elementet ne e bëjmë njërë në muaj, në kishën tonë, dhe kjo është darka e Zotit. Shikoni këto 2 tavolina, pse e marrën darkën e Zotit? Për të përkujtuar atë se çfarë bëri Krishti për ne. Dhe të gjithë ne që besojmë në vdekjen dhe në ringjalljen e Krishtit, e marrin këtë në përkujtim të tij se çfarë ai ka bërë për ne. Dhe në qoftë se je këtu dhe ndoshta është e parë që dëgjon këtë mesazh, apo ndoshta e ke dëgjuar edhe herë tjetër. Po përsëri nuk je shumë i sigurt çfarë është kjo, a besoj unë, nuk besoj akoma, kam dëshirë besoj, pak rëndësira. Mua të drejtën më mori disa kohë, dërsa erdha në besim në Krishtin. Kisha pyetjet e mia, kisha shumë gjëra në kokën time, kështu që nëse kjo çfarë ke dëgjuar sot është për herë të parë, nuk ka problem. Ne turojmë që ti vish çdo javë të shtunën këtu, por do t'i lutesha që nëse beson në Krishtin, edhe në vetën e Krishtit, se çfarë ka bërë ai, dhe ke dhënë jetën atij, lutem, ngrihuni tani edhe merrni bukën edhe verën që janë simboli i vdekjes Krishtit edhe sakrificës tij. Dhe merreni dhe uluni në karrige dhe do të jemi pastaj duke marrë të gjithë së bashku. Ne? Le të marrim darkën e Zotit.
se unë mora nga Zoti atë që ju transmetova edhe ju. Flet apostulli. Se Zoti Jezus në atë natë që po tradhtohej mori bukën dhe si falenderoi e theu dhe tha: "Merrni ani, ky është trupi im që thyet për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim." Perëndi i madh, ne të falenderojmë për bukën që është simbol i trupit tonë që është thyer për ne. Ne e marrim me mirënjohje dhe falënderim duke thënë: "Faleminderit Zot Jezus për sakrificën tënde. Qofshi i bekuar në jetën tonë." Ne e marrim me mirënjohje dhe me nderim. Le të marrim bukën. Gjithashtu, pas darkës, mori edhe kupën duke thënë: "Kjo kupë është besëlidhja e re me gjakun tim. Bëni këtë sa herë që të pini në përkujtimin tim." Perëndi, e marrim këtë kupë me nderim dhe me falënderim, duke thënë: "Faleminderit Zot Jezus për sakrificën dhe për gjakun tënd." Ne si trupi yt dhe si kisha jote e marrim duke të nderuar dhe duke rënë në gjunjë përpara Teje. Faleminderit Zot Jezus. Le të marrim verë. Amen.
dua me emrin tënd, Zot. Amen. Unë kam një lajmërim të shkurtër përpara disa lajmërimeve të cilat janë shumë të rëndësishme, por po them këtë, po I filloj nga më I vogël. Në janar fillojnë 3 grupe, 2 shërbesa gjithashtu
që për mua janë me zi po presin disa njerëz. Dhe njëra është, fëmijët e vegjël do fillojnë një grup futbolli. Gjithë ju baballarët do në thënë vishtë tutat të djelën nga mosha 6 vjeç deri në 12 vjeç me çunat në futboll. Mirë, por kjo fillon në janar. Kështu që përgatituni, blini tutat, atletët, gati. Mirë? Edhe për fund vit ndoshta gjeni disa çmime të mira. Gjithashtu është një grup i cili punon atje jashtë që unë e vlerësoj shumë të grupë, gjithë që punoni në banka, në vendet tepër të vështira, dhe nuk punoni me kishën apo me organizatat e krishtere. Ne dim që ju po sillni ungjillin në vende ku është tepër e vështirë. Nëse punon në bankë, në spital, në shkolla, në administrata, është një grup i cili do të hanë mëngjesit bashkë, ose të bëjt diçka. Aldo, a mund të ngrihesh, tako Aldo atje, dhe në janar do të filloj të imiti gjithashtu grupi tjetër. Mirë? Dhe grupi tjetër është Gjergji që sapo foli, që ishte këtu, do të filloj një grup familje biblike, studim biblik, tek Selvia ose tek qendra e kishës, po është ajo zona aty. Mirë? Shpresë, dashuri, gëzim edhe paqe, kjo është çfarë kemi dëshirë si kishë të jemi duke e çuar atje jashtë. Apo jo? Jo vetëm këtë muaj, si fund vit, ne dëshirojmë ta bëjmë të nga janari në dhjetor, por aq më tepër në këtë muaj. Dhe mos harroni këto kartolina që gjenden në temët e Krishtlindjes. Por ju që nuk keni qenë janë që shkoj, ne do të vazhdojmë duke ndihmuar fëmijët të cilët nuk kanë baballarët në këtë vit, cilët janë në buxhe. E ne do marrim këtë kartolina, do blejmë një dhuratë për këto fëmijë, jo më pak se 15.000 lekë të vjetra, dhe me adresin që gjendet aty dhe me numrin e telefonit, ju do të thërrisni familjen dhe të shkoni për të bërë një vizitë. Edhe do të çoni këtë pako, e cila shkon nga babai që është në burg, por ai do ta di që ne kemi blerë. Mirë. A jam i qartë këtu? Do ju lutesha në telefonatat që bëni. Disa në këto familje shkojnë përmes vështirësive dhe situatave shumë të këqija. Dhe keni hirë. Ndoshta personi që po përgjigjet nga ana tjetër telefonit ka një situatë shumë vështirë, ka një person në burg, por ti ki hirë. Mirë, me hirë, le të jemi duke qenë bekim për ta këtë vit. A dini që vendet e tjera jashtë Shqipërisë kanë dëgjuar që në kishën shqiptare gjenden vajza shumë të mira. Edhe unë nuk e di çfarë po ndodh, që të gjithë këta të ruaj po vinë të marrin vajza në Shqipëri. E u keni më apo jo? Irena edhe Mark, a mund të vini këtu? Ata duan të shpallin fejesën e tyre. Le t'i bekojmë ata. Nëse e aty nga karrigjes gjatë duart edhe t'i bekojmë, gjërsa ata marrin hapa për të krijuar
familjen e tyre. Perëndi, ne bekojmë Markun dhe Irenën në këtë ditë. Gjërsa ata përpara teje vendodh për të lidhur këtë jetë dhe për të filluar një jetë së bashku me ty edhe me njëri tjetrin. Edhe unë lutem që ti do të jesh duke bekuar Markun si burr i familjes. Edhe gjithashtu lutem për Irenën, për të qenë mbështetëse e duhur për të. Lutem udhëhiq, o Zot, hapat e tyre në këtë fillim. Le të jetë një fillim i bardhë me ty. Në lutem në emrin të Jezu Krisht. Amen. Ajo që doja të thosha është me vërtet doja të falenderoj gjithsecilin që është lutur për mua. Edhe është e çuditshme se sa herë që unë kam dalë këtu, kam dalë vetëm për lutje, për të thënë ok, lutemi për këtë, lutemi për atë. Edhe tashti jam duke thënë përsëri të njëjtin gjë. Jeni lutur për mua, por tani do të shtohet edhe një tjetër. Jemi unë edhe Marku. Kështu që do të vlerësoja përsëri, domethënë të na mbani në lutje. Edhe ja. Po, jam edhe për ato patjetër. Okej, faleminderit. I'm sorry, I'm still learning the languages. Can't speak it yet. Okej, është kishe dashur, e ëndër, është e But she's my little teacher, as a teacher, so she's teaching me like little kids. Of course. duhet më paguar për Yeah. So I felt very welcome in this church, and I thank you very much. And really, I'd like to be a part of it in the future. Thank you very much. Gjendëm llokuma aty për të ruar jo vetëm ata si të juar, por gjithashtu dhe familjen e Irenës që janë këtu me ne sot. Mirë se keni ardhur dhe Zoti ju beqojë. Mirë, le të mbajmë rrëfimin e shpresës tonë të patundur, sepse besnik është ai që premtoi. Amen. Lumë gloria Gjergji dhe falënderit Gjergji. Le të ngrijemi. Unë do lutem që të vazhdojmë të jemi shpresë, dashuri, gëzim edhe paqe në këtë muaj të veçantë, në këto javë që vijnë, për komshin tanë, për familjet tona që i duam më shumë. Perëndi i madh, ne lutemi për këtë shpresë që vjen nga ti. Zoti i madh, ne jemi nevojtar. Pasere e humbim edhe nuk kemi besim. Po Perëndi na mbush me besim që vjen nga ti. Besim nga ti, Perëndi. Le të mbështetemi në ty në këtë ditë që vjen. Lutem na bëj dritë dhe krip për komshin, për farefisin, për familjet tona, të mund t'i shërbejmë atyre me gjithçka që jemi. Unë lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Qofshit bekuar.